komision me shpifje dhe i të tjerë, shpifje pa bazë, pasi unë më i zonjë për flasë për vetën time shumë shumë drejtove, nuk kam punuar një vit vetë për në shtetë. Kam vite që ushtroj profesionin që të avokatisë, kam profesionin të ishtë dhe ndaj SSB, një të ardhurat e mia, unë paguhem nga qeveria. Por nga oligarkët që qeveria mbro paguhet Shkëlqen Berisha. Nga oligarkët të cilët Rama i ka paguhet Shkëlqen Berisha, syri televizion në të cilët kanë dalë faturat e hapura. Alesja Balliu ç'paguhet, as nga shteti, as nga Rama, përveç se nga profesioni i saj. Që shpifja është vetëm në cilin përdoro ku i mungon argumente. Dhe ku mungon argumenti, pa diskutim që vërtja me që dhe e sumi gjirë që s'mos të shqipur. Prandaj shqiptarët e kanë procesuar në gjere, e kanë refuzuar në 2013 e kanë refuzuar në 2025 dhe zotin tot asë rezultat në basës dënjisë e njëpit. Sot që ne flasim basë kemi minush 300.000 vota dhe të 300.000 vota i kemi minush për shkak pazari që ka bërë Sali Berisha me Edi Rama, që ka bërë pa diskutim Sali Berisha me liste janë oligarkë të Edi Ramës, me oligarkë cilët paguajnë faturat tek televizioni në Birit. Që qofse do flasim për kapjet, flasim me fakte, mos flasim pjesë të argumentit me shpifje. Unë as kam përfituar nga Partia Demokratike dhe as kam përfituar as nga Partia Socialiste. Unë flas për demokraci sepse besoj tek parimet, besoj tek vlerat, besoj tek gara dhe fuqiza, besoj që vendi ka nevojë për një të ardhmen dhe ka nevojë për gjeneratën e re, jo nga xhaketat e vjetra, të cilat janë pasuruar në kulturën shqiptare, nga xhaketat e vjetra të cilat kanë bërë milionat, nga xhaketat e vjetra të cilat nuk shohin dot realitetin që sot jeton qytetarët e tjerë, jetojnë profesionistat e tillë shoqë dhe ju gazetarët, keni rroga të papërfillshme në anë tjetër keni një paradoks qoftë nga qeveria, qoftë edhe nga Berisha.